Në spektaklin e natës së sotme, e hënë, banorët e Big Brother VIP Kosova, Shkurta dhe Eliona, diskutuan hapur për mosmarrveshjet që kishin pas gjatë qëndrimit në shtëpi. Shkurta tregoi se ishte prekur nga disa fjalë që Eliona kishte thënë në mungesë të saj. Vetë faktin që i kam dëgjuar fjalët kur nuk kam qenë prezente jam prekur prej saj. E ka thënë një thënie në lavanderi. Ka thënë që Shkurta prej kësaj shtëpie nuk del duarthat. Paraqitet ëngjëllore dhe nuk është edhe gjë. Nga ana tjetër, Eliona u përpoq të sqaronte situatën dhe arsyet e fjalëve të saj. Thjesht jam vetvetja dhe nuk mundohem të paraqitem si dikush që nuk jam, nuk e pranoj. Për pjesën tjetër, po më vjen shumë keq me thënë, nuk kam thënë fjalë të bukura. Ajo fjalë në kuptimin gjermanisht nuk është keq. I kam thënë e pas tre. Thjesht me u munduar t'u afrohem që mos të ndihet keq. E di që nuk jam gabim, nuk kam gjetur fjalët e duhura. Ky moment tregoi një përpjetje të dy anshmet për të zgjidhur keq kuptime dhe për të sqaruar marrëdhënien e tyre para kamerave dhe publikut. Fanzat e emisionit reaguan menjëherë në rrjetet sociale, duke komentuar për transparencën dhe ndershmërinë e debatit mes dy banorëve.